Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë. Një aksident i rënd automobilistik është shënuar mesditën e së dielës në aksin rrugor Shkodër-Lezhë, ku 3 kalimtar janë përplasur nga një automjet i cili kishte humbur kontrollin. Përpasoj njëri ka humbur jetën dhe 2 të tjerë janë plagosur. Një tjetër aksident automobilistik u shënua edhe gjatë orëve të para të së dielës në aksin Milot-Laç, ku 3 persona janë plagosur rënd. Një aksident i rënd automobilistik është shënuar mesditën e së dielës në aksin rrugor Shkodër-Lezhë, ku 3 kalimtar janë përplasur nga një automjet i cili kishte humbur kontrollin. Burime nga policia kanë bërë të ditur se fillimisht 2 mjete janë përplasur mes tyre dhe përpasoj njëra ka humbur kontrollin dhe ka përplasur 3 këmbësor. Fatkeqësisht 76 vjeçari me inicialet HM ka gjetur vdekjen, ndërsa ka mbetur i plagosur një fëmijë 7 vjeç dhe shtetasi EB 30 vjeç. Nuk dihen ende shkaqet e aksidentit, por ndërkohë po punohet për zbardhjen e ngjarjes. Një tjetër aksident automobilistik u shënua edhe gjatë orëve të para të së dielës në aksin Milot-Laç, ku 3 persona mbetën të plagosur rënd. Mësohet se 3 personat e plagosur kanë marrë fillimisht ndihmë mjekësore në spitalin e Kurbinit dhe më pas janë nisur për në spitalin ushtarak në Tiranë në gjendje të rënduar shëndetësore. Ndërkohë 4 mjete janë përfshirë në një tjetër aksident ditën e sotme në aksin Elbasan-Librazh. Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se nga aksidenti nuk ka pasur persona të lënduar në njerëz, por vetëm dëme të shumta materiale. Nga aksidenti është bllokuar përkohësisht qarkullimi në aksin Elbasan-Librazh.